Ndërkohë, kalojmë tek receta tjetër, që janë këto përbërësit për çfarë recetet mendojmë në një supë do jetë kjo? Shumë. Opa. Mund ta lëmë se na duhet për katër në fund. Sa të lexoj qoftet ose petulla, si të doni ju mund t'i... Qofte ose petulla, okay. Qofte ose petulla. E kam thënë që petulla është kur ka më tepër miell dhe kur ka më tepër perime quhet qofte. Okej, shojmë pak përbërësit në vendosur kinoa këtu që shikoni fillim fare. Një kolorshe, një ngjyrshe. Po, në ujë të ftohtë dhe të zi e avash derisa të përthithet dhe më pas keni produktet e tjera. Po. Qofte me kinoa dhe perime. Ju duhet për këtë recet një filxhan kinoa, një kungull i njohur, një lugë gjelle vaj ulliri, një qep, një karot, një lugë çaj xhenxhefil i grirë, 2 thelpinj hudhër, një tuf majdanoz ose koriandër, 100 gram miell, 2 vezë, pak spec djegës, krip, piper, erëza sipas dëshirës, vaj për skuqje ose mund t'i vendosim edhe në furrë këto. Qofte edhe kos për servirje. Mund t'jetë kos i aromatizuar me ndonjë nga këto gjethet e bimëve aromatike. Rëndësia është që të përgatisim një herë qoftet, si do të na dalin, dhe t'i shijojmë, duke qenë se të gjithë përbërësit janë përbërës të shëndetshëm. Pra, po të duam ne, perimet i kalojmë në kaurdisje. Në të kundër që i duam pak më të shëndetshme, i kalojmë direkt në enë. Kungull, karot, të grira në rende. Shtoj pak spec djegës. Masën e kripës, pakos piper. Dhe përse jo, unë shumë mirë, mund të shtoj edhe to kërcejt e pazive. Po, kërcejt e pazis. Ja, kështu. Do t'i lë pak sa të zbuten, sepse kërcejt janë më të fortë. Shtoj një vezë. Shtoj mas miellit. Opa, që të gjitha i kam në... Tani na mbetet që të punojmë masën. Kam thelpit e hudrës. Do një prekje një copës të vogël, ndërkohë kjo është masa, edhe pse kemi kinoa, ka të domosdoshme me një masë mielli për t'i lidhur mirë përbërësit, po ashtu edhe vezën dhe për t'i dhënë formën e duhur. Dua të kem vetëm kërcejt, vura kërcejt nga ty apo i hodha? Ndoshta i kemi hedhur nga enët e tjera, këtë radhës na duhesh. Ska gjë, nuk është se... Të koperit apo të majdanozit? Të dyja bashkë mirë janë. Po jo, i kemi gati, Albana, po deshe se nuk i kemi hedhur. Nuk ka gjë që hedhim në, ja ku i kemi kërcejt. Shumë. I vendosim aty ku duhet. Largoj lidhjen dhe dim shumë mirë, larja e majdanozit lahet e vendosur tuf në këmbë si spinaci. Sepse është më kollajt për largimin e dherave. Kaq do të shtoj. Pra, vendosa kërcejt dhe jo gjethet. Opa, ishtë më njanë. Tani është momenti që masa të lidhet, të punohet. Do të lëmë dhe pak minuta dhe do të vjojmë pastaj në pjesën tjetër me skuqjen ose pjekjen e qofteve. E punojmë, po deshëm edhe pak miell mund t'ja shtojmë që të lidhen mirë se është pulluar. Sepse do bëhen në fund fare. Okej, e lëmë në frigorifer mbase. Sepse kinoa si lash edhe akoma i lash pak ujë, nuk e lash e përthithet. Tani dhe me lëngjet që lëshon
Kungulli do jetë tamam e duhur. Mund të shtojmë fryrës, sot, çfarë të dëshironi ju. Laj duar dhe ele për pak minuta në frigorifer. Për aq minuta sa ne do të bëjmë edhe shkëputjen tonë për reklama, rikthehemi pas tyre. Mirë se erdhët përsëri, jemi në kuzhinën e Rezes tonë për të përgatitur qoftet siç e lam, me perime dhe me kinoa. Brumi ka qëndruar pasi kemi përzier mirë me njëra tjetrën, të shpërndahen aromat të mpikset, dhe atë kemi një masë të tillë. Të pastër. Vajin e kam të dhehur edhe. Siç tham, ne do t'i skuqim, po edhe të pjekura sigurisht është një variant i tyre. Veza, mjelli dhe kinoa i kanë bërë masën të qëndrueshme dhe të mpiksur. E ja, ku u bën. Largoj lugën dhe marr një gotë me ujë. Që të vendosim lugën, po. Për t'ja rikujtuar këto qofte, mund të përgatiten siç tham, edhe mund të konsumohen edhe më pas, edhe një ditë më pas, shoqëruar me kos, me... Nuk shënoj. Shënoj. A mija që hupa dhe fillin. Më që duhet për memorin më të çokoladë zezë? Po të bardha, po të zeza, po të gjitha, mirë, të shënoj dhe shatë thosha unë. Po të shfarë, le të ngelemi këtu pak tek gjethet kanë vendosur, në japrak kanë vendosur pataten, gjysëm pataten mes, rreth e rreth pataten, sepse patatet të prera të vegjël në kubik të vegjël, më sakt, për t'i thënë lëngjet, dije që gjetja e pazis është më delikate se gjetja e rushit. Pra, gjetja e rushit është krejtfishi i gjetës... Dhe në moment që... E di që paka shumë është edhe si puna e gjetës fikut, paka shumë. Vetëm gjetja e fikut në trashësi flas. Ka kërcen dhe është pak si me push, kurse... Si ngjitse. Po. Leti jemi tani tek... Skuqën qoftet. Ja. Të kthejmë, se morën atë ngjyrën që doni. Nuk kam vendosur shumë vaj, për të vetën arsye. Opa. Super, dhe ja. I lëm të bëhen. Shumë pak ju duhet në fakt, nuk kanë shumë nevojë. Unë kam një recet, thëmë drejtëm, që duhet gjysma e bëhet sot, e punimit të këtyre biskotave, dhe pjekja duhet bëhet nesër. Se duhet të qëndrojnë në frigorifer për të pjekur, ndoshta për të marrë një shije maksimale. Me çfarë bëhen? Me bajame? Po. Ja ti largoj këtë këtu. Mirë, ti bëjmë një përmbledhje tani, mbaruam me recetat. Po ti bëj përmbledhjen. Unë mund të bëj dhe pak mbledhje në brum, edhe vazhdo. Vazhdo, puno edhe pak, kështu që së bashku, e mirë, qëndrojmë tek qoftet, me qënë se dhe Regjiana i tregon nga afër, skuqura, jam shumë të shishme. Si që tham, mund të shoqëronim në një salcë të bardhë, ose me në një kos tarator, që të doni ju. Janë me quinoa dhe me perime. Shojmë pak edhe njerë përbërësit si pas gramaturave. Quinoa një filxhan, kungulli njom, kryesisht quinoa e bardhë i bën më mirë këto qofte, një lugë vaj ulliri, një qep, një karot, gjendëfil i grirë, hudhër e grirë, majdanos, ose koriandër, miell, vezë, pak spec djegës, krip, piper, erza të ndryshme si pas dëshirës, vaj për skuqe, ose për t'i pjekur në furr, nëse doni, në i letër pjekje, dhe për t'i servirur kos. Kjo është receta e qofteve me quinoa dhe me perime, të cilat ne vendosëm të skuqim dhe ja tek është rezultati. Kaluam më pas tek